E enjtja është dita e fundit në zyrën e kryetarit të Zubin Potokut për Izmir Zeqirin, i cili e vlerësoi sfiduese plot përgjegjësi drejtimin nga një shqiptar të një komune me shumicë serbe. Të premten në ora 11 Zeqiri në Zubin Potok, Erden Atiq në Mitrovic të Veriut, Lulzim Hetemi në Leposaveq e Ilir Peci në Zveçan do t'u dorëzojnë detyrën kryetarëve të rinj që i përkasin listës serbe. Zeqiri, që udhëhoqi Zubin Potokun për 2 vjet e gjysmë, tha se të premten pas betimit do t'ja dorëzojë detyrën kryetarit të ri bashkë me dokumentacionin e vendimet që ka marrë gjatë mandatit. Gjithçka me protokoll, me dokumentacion, me asete si që në kerët, si që në dhe asete tjera, regjistrat e punësimeve, këtë janë aty në për protokolle dhe natyrisht që kjo është aset i komunës dhe natyrisht që këto do t'i dorëzojmë. Zeqiri thot se gjatë udhëheqjes së tij komuna ka marrë kthes tjetër në drejtim të respektimit të raporteve ndëretnike, të cilat thot se duhet t'i kultivoj pasardhësi i tij nëse nuk dëshiron probleme me ligjin. Ata duhet t'i respektojnë rrethonat çfarë jetojmë, duhet të punojnë brenda kornizave ligjore çfarë na ofron Republika e Kosovës dhe natyrisht besoj që gjonat ashtu mund të vazhdojnë për mirë. Në të kundërtën qelin probleme vete, qelin probleme qytetarit dhe natyrisht ballafaqohen me ligjin. I gatshëm për dorëzimin e detyrës është shprehur edhe kryetari i Zveçanit, Ilir Peci. Ne jemi përgatitur në mënyrë zyrtare sipas rregullores, sipas ligjit për ta bërë pranim dorëzimin. Edhe në zyrën time të gjitha dokumentacionet janë të gatshme. I kemi përgatitur raportet për dorëzim në mënyrë zyrtare. Shpresoj nga ana e tij nesër vetëm të respektoj ligjet e Republikës së Kosovës, asgjë më shumë as më pak, as ai e ason. Kryetari Peci thot se përveç dokumentacionit në zyrat e komunës ka lënë edhe flamujt e Kosovës dhe fotografinë e presidentes së shtetit, të cilat pret të respektohen. Sa u përket vendimeve, gjithçka është marrë sipas ligjit. Nuk kemi pasur shkelje ligjore. Nuk besoj që ka çka ndërhyjnë aty. Ndoshta mund të ndërhyjë, por mund të jetë kundërligjshme sepse gjithçka ka qenë sipas procedurave ligjore. Sa u përket simboleve, nuk besoj që e lejon ministria të betohen pa flamurin e simbolet e Republikës. Ministri në detyrë i administrimit të pushtetit lokal Elbert Krasniqi tha në një përgjigje për kohën se inaugurimi i kryetarëve serb do të bëhet në përputhje të plotë me ligjet. Ai bëri të ditur se përfaqësues të MAPL-s do të jenë prezent në këto seanca. MAPL ka krijuar ekip për monitorimin e seancave inauguruese, të cilat do të jenë të pranishme fizikisht në të gjitha mbledhjet për të siguruar respektimin e të gjitha procedurave kushtetuese dhe ligjore. Në çdo seancë kur konstatohet mos respektim i këtyre procedurave, MAPL do t'i shpallë të palegjshme dhe jo legjitime seancat përkatëse. Kryetarët shqiptar i morën detyrat në maj të 2023-s përmes zgjedhjeve, pas dorëheqjeve të kryetarëve serb. Vendosja e tyre në komuna u bë me asistencë të policisë pas rezistencës së dhunshme të serbëve lokal për të mos i lejuar t'i marrin mandatet. E të premten në krye të Mitrovicës së Veriut do të vendoset Milan Radojević, në Zveçan Dragisha Milović, në Zubin Potok Miloš Perović e Zoran Todići në Leposaveq.